Dhe përshëndetje. Jemi drejt për drejt nga studio qendror e televizion të Apollon në emisionin Balla Hakim, në të cilin do të diskutojmë për paketën fiskale dhe buxhetin e vitit 2014. Ka qenë nga temat më të diskutueshme në të gjithë komunitetet e shoqërisë civile, politike, ekonomike të tjerë, tema e buxhetit vit 2014. Ditën e sotme qeveria Rama ka paraqitur projekt buxheti në parlament të shoqëruar nga paketa fiskale për të njohur në kuvend deputetët me të dhe më pas të kalojnë procedurat e votimit pasi të kalojnë komisionet parlamentare. Kjo paketë sipas qeverisë synon përmirësimin e parametrave makroekonomik dhe të garantojë një ekonomi të qëndrueshme. Kryesisht paketa sipas specialistëve përqendrohet në pagesën e borxhit ndaj bizneseve për punët e kryera pa paguara dhe më pas do të përqendrohet në disa sektor prioritar të cilët ajo i ka përzgjedhur si sektori i bujqësisë, sektori i arsimit, shëndetësisë, për shtresat nevoje të tjera. Për të diskutuar për këto që sa thamë më lart dhe për çështje të tjera shumë të rëndësishme, ne kemi ftuar në studion e televizion të Apollon 4 të ftuar specialistë të fushave të ndryshme, autoritete të sektorëve që mbulojnë. Është Efem Bita, specialist i bujqësisë, njerëz dhe përfaqësues i dhomës së tregtisë së qarkut të jetë. Me mbrëma zoti Etemi që ka në studion e televizion të Apollon. Është Evdar Kodeli, specialist i ekonomisë, kontabilist. Me mbrëma, zoti Kodeli. Është Vasfi Balla, specialist i ekonomisë, një njeri shumë i njohur në këtë fushë, i cili ka qenë her pas here i pranishëm në studion e televizion të Apollon. Me mbrëma zoti Vasfi. Dhe Ili Hila, ekspert i pushtetit ekzekutiv. Mirë mbrëma zoti Ilir dhe mirë se keni ardhur. U paraqit sot buxheti, zoti Kodeli, dhe synimet e qeverisë për të pasur një ekonomi të qëndrueshme në vit 2014 ishin ambicioze. Mendojnë se në këtë moment e krize ky buxhet është i përshtatshëm për shoqërinë shqiptare? Në radhë parë do filloja me një kritik, sepse projekt buxheti duhet ishte bërë publik, duhet në gjithë komunitetin, si dhe në sektorët e interesit, si që janë dhomat e tregtisë, bizneset e ndryshme, pra duhet ishte bërë publik. Edhe duhet të gjendesh informacioni. Nga sa kemi informacion nga shtypi, sepse vetëm nga shtypi kemi marrë informacion lidhur me projekt buxhetin, sepse nuk ka diçka të publikuar në faqet zyrtare qeverisë shqiptare, kemi mësuar se ky projekt buxhet është i dobët në investime. Ka një pjesë të gjerë të tepër të rëndësishme në të për likuidimin e borxheve të prapambet, pra për punët publike të kryera nga qeveria e mëparshme, si dhe për detyrimet tjera ndaj biznesit, si që janë TVSH e rimbursueshme, tatifitimet e rimbursueshme dhe detyrimet tjera. Në këndvështrimin tim, ky projekt buxhet paraqet një mangësi thelbësore në investimet në punët publike. Sepse në qoftë se nuk ka investime
atëherë nuk ka se si të rritet ndryshe numri të punësuarve, s'ka se të ullet pa punësia, nuk ka se si të ndikojë ky projekt buxhet drejt për drejt në xhepat e qytetarëve shqiptar. Sepse ky projekt buxheti çdo qeverie tek e fundit bëhet që të jetë i ndjeshëm nga qytetari i parë deri tek qytetari i fundit i Republikës së Shqipërisë. Unë e shikoj me mangësi në këtë drejtim, sepse nuk ka hapësira ose investimet publike në infrastrukturë janë shumë të pakta. Nuk do të thotë që të bësh investime të reja, por këto që janë bërë duhen mirëmbajtur. Ka hapësira për të kryer punë gjithandej. Përsëri edhe në qoftë se nuk ka punë, atëherë si do qarkulloj biznesi. Gjithsesi, Ministri i Financave është shprehur se ka likuiduar borxhet ndaj bizneseve për punë të kryer detyrimeve që ka pas qeveria e pashme, ja ka trashëguar kësaj qeverie, nuk mund të kërkosh taksa dhe tatime biznesit, nuk ke drejt morali të kërkosh. Do të thotë kjo që i jep një frymëmarrje drejt biznesit duke i rikthyer pjesën e borxhet. Kjo qëndron. Por atëherë unë do kthehesha në anën tjetër. Do t'i thosha Ministrit Financave, si do vjeli taksa qeveria kur biznesi nuk punon? Nga do t'i vjeli këto taksa? Pra duhet krijosh punë, edhe nga puna krijon taksa. Investimet publike janë shumë të rëndësishme. Janë më të rëndësishme se pagesa e borxhit ndaj biznesit. Atëherë, pagesa e borxhit ndaj biznesit do të thotë që likuidon, jep frymëmarrje biznesit e çliron nga disa borxhe biznesit. I jep një frymëmarrje që ky biznes të jetojë, por nuk e shtyn më tej këtë biznes, sepse ky biznes me të vërtetë me këto borxhet prapambetura do likuidoj detyrimet, siç mund të ketë detyrime kreditare nëpër banka, detyrime ndaj punonjësve që kanë mbajtur gjatë gjithë kësaj kohe në punë dhe që nuk i ka likuiduar, detyrime të tjera ndaj shtetit që mund të ketë biznesi, por biznesit nuk i ngelen ato hapësira ekonomike ose ato hapësira financuese që biznesit ketë mundësi dhe të krijojë vetë hapësira pune. Nuk i ngelen ato hapësira që me atë diferencë që mund i ngelet të investojë dhe të krijojë. Ju po kënguni që në projekt buxhet në vitin 2014 duhet të ishin planifikojmë shumë fonde për investime publike. Absolutisht po, sepse fondet në investimet publike janë ato që krijojnë punë. Janë ato që krijojnë të ardhra për buxhetin e shtetit. Po, faleminderit. Zoti Balla, ndoshta strategjia e qeverisë për të likuiduar ose për të paguar gjitha borxhet që ka ndaj biznesit për punët e kryera, të papaguara ose për ato që janë në proces, por për mungesë fondesh nuk vijojnë, është rruga më e drejtë pasi këto likuidimi i borxheve arrin deri te punëtori më i thjeshtë. Pra do të likuidoj detyrimet biznesit të prapambetura, do të pagat e punonjësve dhe punonjësit përjedhoj do të mundsojnë blerje për nevojat personale dhe do të rritet dhe fuqia blerëse. A është ky një këndvështrim? Sipas meje kjo gjithmonë, pasi nuk e kam këtë logjik, nuk e kam ndeshur në informacion. Në projekt buxhetin është planifikuar dhe shlyrja e detyrimeve që ka shteti ndaj biznesit. Kjo është një e drejtë, sepse realizimi i këtij procesi do të sjell tek biznesi një frymëmarrje si për rritjen e numrit punonjësve dhe për rritjen të ardhurave. Pra biznesi si do të rrisi numrin e punonjësve, biznesi, si do të arrisi, mori një borxh të prapambetur që i ka shteti, atëherë si do të arrisi numrin e punonjësve kur s'ka punë? Do investoj. Ku do investoj kur investimet publike në këtë projekt buxhet janë shumë të varfër? Jo, më them biznesi. Biznesi do marrin detyrimet që ka pa paguar, një do shlyer detyrimet ndaj punonjësve. Kjo si ka shlyer, sepse ka pagat si kanë marrë. Ashtu Po ka shumë subjekte. Tani, buxhetor privat që s'ka marrë pagat. Pra do të shkoj, ky borxh do të shkoj deri te punonjësi më i thjeshtë, pra do të rritet fuqia konsumatorëve, fuqia blerëse dhe përjedhoj dhe do të rritet veprimtaria e aktiviteteve një në radhë tregtare dhe shërbime. Në radhë parë me marrjen e parave që ka detyrim qeveria, investitori, biznesi do të investojë.
do të investojnë në infrastrukturë, për rritjen e prodhimit, për rritjen e produktit. Në mënyrë që të krijojë të ardhmë, të rrisë të ardhmë të tija si biznes. Po cila është logjika jote ekonomike në këtë rast? Kurdo? Cila është logjika jote ekonomike në këtë rast? Në këtë rast, njëherë do rritet numri i punësorëve. Që do marrin, sepse do shtoj linjë prodhimi. Do rrisë. Zoti Vasili Kluve, po bëhet fjalë për punë publike të kryera dhe të palikuituara. Nga qeveria më pashme. Po. Atëherë, nuk e kemi fjalën këtu për linja prodhimi, nuk e kemi fjalën Do marrin detyrimet? për agrobiznes apo diçka tjetër. Po diskutojmë për detyrime që ka shteti, ka shi bizneseve për punën publike të kryera dhe të palikuituara. Po. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që biznesi sot është në tako. Po i merret fryma. Do të krijohet një frymarrje nëpërmjet dhënies, likuidimit të këtij borxhi, por nuk ka si të krijoj fronte të reja pune, por nuk i dhe punë, sepse ky është një biznes i cili merret me punën publike. Po patjetër. Ku do investoj ky në qendra prodhimi apo në diçka tjetër, sepse ato kapacitete që ngelen, pasi ka likuiduar gjithë ato detyrime, nuk i ngelet. Nuk i ngelet që ky të mendoj për të hapur një biznes tjetër apo për krijuar një biznes tjetër. Fakt. Po pjesa që do të ngelet, është e papërfillshme për të menduar për që të shtoj fuqi. Ajo është e pjesë e papërfillshme. Po pjesa që do ngelet, detyrimisht ky do të rrisë prodhimin. Atëherë si do të rrisë prodhimin? Do t'ila ky buxhet do t'i shërbejë zhvillimit ekonomik apo atëherë le të tregojmë pak më transparent me qytetarin, ta fokusojmë në çështje. Çështja e buxhetit nuk është çështja madhore e këtij problemi. Së pari, para se të vemi të buxheti, kemi ato termat kohor që duhet kaq kohë, duhesh një 2 muaj informacion. Dhe ky informacion për çfarë na duhet tani, sepse e lëm për një moment hajde se ndodhem në një situatë se është justifikuar se si, nuk dihet, por është justifikuar. Fokusohemi tek paketa fiskale e cila është leva. Zoti Ila, e kemi ndarë në 3 pjesë, do flasim për buxhetin, projekt buxhetin, për paketën fiskale, për të ardhurat personale dhe për biznesin. Shumë mbarojmë çështjen e unë po vite buxheti duke kaluar nëpërmjet paketës fiskale shumë shkurtimisht për një arsye të thjeshtë. Paketa fiskale është mekanizmi mbi të cilin do funksionojë ky buxhet. Sistemi i ri i taksave. Dhe ky shtet që të funksionojë, ai shoqëron buxhetin, është vetëm është sistem fiskal për gjithë aktivitetet. Është instrumenti kryesor. Ky instrument jep rrjedhimisht efektin e tij nga pushteti qendror tek pushteti lokal. Sot që flasim, buxheti i shtetit nuk mund të krijohet nëse pushteti lokal nuk ka dërguar të dhënat e tij, nuk ka procesuar në qendër për nevojat që ka për vete. Dhe që të bënte këtë procesim, do të mbyllte tarifat dhe taksat vendore. Këto tarifa varen nga ajo paket fiskale e re që po flasim. Biznesi i vogël, nëse është folur shumë, i cili është në pushtetin lokal, të duhet të paraqitej aty. Dhe e fundit vim tek buxheti në vetvete, çfarë termash mban. Pra, nuk është kaq e thjeshtë. Dhe e gjithë kjo situatë që flasim, nëse do flasim në shifra, unë nuk jam në gjendje që të jap një shifër konkrete qytetarit për çfarë flasim. Janë hamendësime që ne mund të bëjmë në këtë studio, zyrtarisht asnjë nga ne nuk ka një material mbi të cilin mund të punohet dhe mund të debatohet. Ne flasim, kemi kontrole politik, po le ta lëmë politik. Si e njohin komisionet parlamentare, Komisioni Ekonomisë dhe Financave, e njohin dhe deputetët. Atëherë ne kemi marrë 2 qëndrime, një qëndrim që thotë i janë këto shifra dhe do t'i shërbejnë pjesës më të madhe shqiptarëve, kemi edhe një palë tjetër politike që thotë nuk i shërbejnë, por kjo barë fiskale, sikur u tha në studio, mbien mbi biznesin, mbien mbi intelektualët, dëmton tregun e punës dhe shumë elementë të tjerë që dëmtojnë në fundit dëmtojnë shoqërinë tonë. Pastaj do futemi në mekanizmat teknik se si ky buxhet do t'i japi impaktin mbi jetën tonë. Sepse do të bërë disa kalkulime. Kalkulime që ne sot mund të bëjmë, ne mund të flasim për të ardhurat personale, është folur shumë për to. Mund të flasim për investimet, cila është masa e tyre. Paketa fiskale është e konkretizuar tashmë. Edhe ka dalë, edhe dihen parametrat, dihet klasifikimi, dihet ajo paket fiskale me shifra. Pra, është klasifikuar. E vetëm ajo që nuk dihet nga publiku sot është ndarja e projekt buxhetit,
që nuk mund të flasim edhe nuk është bërë publike edhe nuk dim shifra. Madje është përcaktuar cila taksë do të përdoren. Nga media dim që për investimet publike janë rreth 2.5 milion, rreth 25 milion dollar. Për ujësillca kanalizime janë diçka më shumë. Për bujqësinë është pjesa dërmuese, për bujqësinë dhe shëndetësinë. Por këto për bujqësinë dhe për mjekësinë ne nuk mund t'i masim dot. Në terma i kanë klasifikuar ata këto rritje të buxhetit. Pra ku në shëndetësi, kush është përfituesi? Në infrastrukturën e shëndetësisë, në përmirësimin e spitaleve, në rritjen e paketës së barnave të rimbursueshme nga shteti, apo në të ashtu quajturën shëndetësi falas për publikun. Çfarë do të thotë shëndetësi falas si dalin këto terma, sepse jemi në projekt buxhet, edhe këtu përfshihet edhe shëndetësia, që është një pjesë konsiderueshme të buxhetit vitit 2014 të projekt buxhetit. Atëherë është në prioritet, por ku është shëndetësia falas? Para këto shifra, unë duhet në mënyrë qytetare t'i pranoj prej jush sepse po i thoni. Por ju vetë po huat që ju keni bërë kërkim dhe nuk keni gjetur material. Pra, ju i përmbajni komenteve që secila palë e interesuar në Komisionin e Ekonomisë mund të shfaqi. Dikush e lexon ndryshe. Lidhur me projekt buxhet. Lidhur me projekt buxheti. Kurse me paketën fiskale është sakt, varianti i fundit. Ky projekt buxhet, nëse nuk i janë bërë kërkesa nga pushteti lokal mbi grantet specifike, a merr vlerë? Jo, sepse nuk mund të zbërthehet ky buxhet. Nuk dihen se si janë kërkesat e publikut në bazë. Atëherë në terma sepse më fal që në ndërpres është nga Ministri i Financave, shprehimisht, nëse i referohem sakt atij, që ne nuk do bëjmë ndërtime të mëdha, ose më saktë nga zoti Ametaj, mbrëm, nuk do bëjmë investime të mëdha publike, por do të shpërndajmë pushtetin lokal. Ky pushtet lokal nuk ka vazhduar të procesojë hapat e vet, sepse pret vendimin e qeverisë. Janë rritur grantet e pa kushëzuara të qeverisë për pushtetin lokal. Atëherë ky pushtet lokal si do funksionojë kur nuk ka çuar kërkesat? E kuptoni që po flasim për një cikël ose pushtetet vendore në pritje të miratimit të projekt buxhetit për të përcaktuar dhe ato format e buxhetit të tyre, pasi pa u njohur me masën e grantit që qeveria do përcaktoj për institut vendore nuk mund të planifikojnë. Zoti Hila ka një të drejtë, lutem, sepse duhet bërë planifikimi i buxhetit. Edhe Bashkia e Qytetit Fierit duhet kishte planifikuar projekt buxhetin e vitit 2014. Është në pritje të miratimit. Nuk kemi informacion. Nuk mund të vazhdojmë nëse qeveria nuk e bokejnë. Nuk kemi informacion, pra duhen përcaktuar. Ja, punë informacion. Cili është projekt buxheti i Bashkisë Fierit, nën kryetari i saj ka thënë, i cili merr drejt për drejt me hartimin e politikës fiskale dhe me pjesën ndërmuese të buxhetit, jemi në pritje të miratimit të buxhetit të qeverisë, ku do të njemi dhe me grantet që ja përcaktohen për ne, me qëllim që ne ato të shpërndajmë ashtu si duhet. Një planifikim për nevojat e saj Bashkia e Fierit. A e ka një deg programim zhvillimi, e cila merret apostafat vetëm me këto punë. Ka një deg ekonomike ku planifikon të ardhurat. Ka bërë një planifikim. Planifikimi duhet të jetë i nevojave, pastaj se çfarë të ofron qeveria, çfarë do mirë grandet me paketën fiskale. Unë jam këshilltar lokal. Dhe duhet përcaktuar, duhet të ketë një ide. Bashkia në fondet që duhet të administrojë dhe në këshillin lokal të tonin nuk kaloi taksat e vitit 2014 pa u shprehur qeveria. Atëherë do kaloj buxheti, do konsultohet me publikun, do bëhet plan investimeve, do prokurohen këto investime. Pa kur të marrën në vitin 2015. Atëherë vlerën fiskale kur e merr ky investim dhe ky buxhet? E merr 2014 apo 2015? Pra më duket se po bëjmë shtetin kaotik. Bllokojnë aktivitetin e njësive vendore. Kur marrin pushtetin vendor, sepse ne jemi në televizion lokal dhe na takon të flasim për rajonal, futet rajonal, atëherë na takon të flasim për pjesën tonë. Nëse në televizionet me audiencë kombëtare. Një problem kanë njësitë vendore, Fieri, si qarku numër 2 në Shqipëri, ose nëse do t'i referojmë një deputeti socialist, si të themi kryeqyteti ekonomik i vendit, kështu të paktën e ka artikuluar ai, do mbaj peshën më të madhe të kontributit financiar në këtë shtet.
Njëkohësisht ka dhe ca përthithje. Benefite. Po këto Benefite të këtyre tarave që krijon ky qark. Prej nesh sot në këtë studio nuk është në gjendje të thotë qarku i Fierit çfarë do kontribuojë në trasën e madhe të shtetit dhe çfarë do marr prej saj. Do dalim të fituar atë humbur. Më ne të thotë duke qenë një qark me resurse të mëdha natyrore dhe me të ardhurat të mira, ne do ta vuajmë shumë më rënd mbushjen e arkës shtetit dhe mund jemi përfituesit më të vegjël të kësaj arke. Dhe unë nuk historikisht kemi qenë përfituesit më të vegjël. Por historikisht edhe gjatë qeverisjes 8 vjeçare të Partisë Demokratike, rrethi qarku i Fierit më saktë ka qenë tepër i diskriminuar. Kur sot flasim që punonjësit e bashkisë, edhe këtu nuk dua të bëj oponencën se sa duhet të them që të dalë tek fjala juaj që jemi kontribuesit më të mëdhenj në buxhetin e shtetit si qark dhe jemi përfituesit më të vegjël. Dhe nuk dim akoma se çfarë do të thonë edhe deputetët tanë këtu duhet ta ngrenë zërin. Deputeti qarku i Fierit te problemet që krijojnë përgjegjësitë vendore projekt buxheti vit 2014 pasi po të diskutohet duhet të jenë pranishëm dhe ata këtu. Gjithsesi ne realisht nuk do futemi në ato terma por tjetër ajo buxheti i njësisë vendore. Zoti Bitaj, $1.9 miliard me sa di unë është planifikuar në buxhetin e ri për sektorin e bujqësisë, një nga sektorët prioritar, ku 1 miliard do të përdoren për investime, rreth 60 milion do të përdoren për pagesat e fermerëve për kompensimin e heqjes së TVSH-s inputeve bujqësore. Krahasuar me buxhetin e vitit të mbarshëm, ky është më i favorshëm për sektorin e bujqësisë? Tashti unë mendoj që diskutimet e parafolshat duhet që të zbresin pak më në detaj. E para njerë që mendoj që Fieri nuk mund të jetë kontribuesi numër 1 në buxhetin e shtetit. Sepse kemi kryeqytetin të parin, ku kemi të përqendruar një numër të madh të rëndësishëm në buxhetin kombëtar. Edhe aktivitetesh ekonomike shumë të mëdha. Sigurisht edhe institucionet që merren me grumbullimin e pas janë në qendër. Pastaj mund të shtohet Durrësi apo Fieri që kanë resurse të mëdha, të dhëna nga Zoti, siç është nafta, bujqësia, biznesi e të tjera, janë kontribues të mëdhenj në buxhetin e shtetit. Për sa i përket buxhetit të shtetit, sigurisht që parlamenti, me deputetët, me komisionet parlamentare, me ekspertët e grumbulluar pranë qeverisë, kanë përgjegjësinë që të hartojnë një buxhet real në funksion të mirëqenies së popullit vet. E dyta është që ne të sugjerojmë, të këshillojmë kush janë resurset e potenciale që me ndikim në buxhetin e shtetit. Fjala vjen për dhomat e tregtisë, edhe kolegët e mi këtu që janë në dieni. Prej disa vitesh, dhomat e tregtisë në Shqipëri janë fiktive. Ato janë pa buxhet, ato janë pa të ardhura, si thuash mbahen me kontributin personal të ndonjë kryetari që paguan vetë rrogën e vet dhe asgjë më tepër. Kush do ta marrë me tregtisë? Sigurisht shteti në këto vitet e fundit. Do me tregtisa në antarësia. Duhet në antarësia. Po në antarësia. Ato po bëj kuotën. Të dihet që kjo është lënë evazive dhe as një njeri nuk paguan kontribut në dhomën e tregtisë. Ky është realiteti. Edhe ju duhet ta dini, dhe duhet i buxhetit. Urdhra? Ky është problemi i vetdomës, jo i buxhetit. Një minutë. Shteti duke i prerë për kushtet e Shqipërisë financimet zero, nuk ka zë për të folur. Me fjalë, duke qenë se nuk konsumon asgjë, edhe nuk mbron dot interesat e komunitetit biznes. Dhomat e tregtisë janë institucione të varura apo të pavarura? Qoftë varura, qoftë pavarura, sot realiteti është ky që po jo them. Dhomat e tregtisë. Jo se ka shumë ndryshim ky nëse ato janë institucione të pavarura, do të thotë që do t'i krijojnë vetë ato të ardhura, sepse ka një antarësi, se ndryshe nuk kam pse të quhen dhoma tregtie dhe industrie. Bie nga kuptimi nëse do ishte një strukturë e varur nga qeveria. Nuk ka, ajo është gjithmonë në oponencë me qeverinë, është mbrojtje e biznesit. Edhe në këtë rast të paketës re fiskale, dhomat e tregtisë janë pothuajse inekzistente. Jo pothuajse, po ja, e vërtetë ajo nuk ndihen fare. Ky është realiteti. Pastaj rrugët e zgjidhjes edhe realiteti që
është marrë vendimi i Komitetit Biznesit ose i dhomave tregtisë fiskale? Është hequr masa e detyrueshme fiskale, qoftë edhe një minimumi të bizneseve shqiptare në dhomën e tregtisë. Dhe ato prej disa vitesh nuk kanë asnjë lloj resursi të ardhurash për veten e vet, për ekstensën e vet. As pyetën as u merret mendim. Sigurisht, duke mos pasur forcë, ato nuk mund të japin mendim. E dyta është që shifra që ju përmendët për bujqësinë, këto shifra për momentin janë optimiste, të mjaftueshme dhe po të jenë reale, ato do të jenë me impakt të fuqishëm për zhvillimin e zonës rurale që përfaqëson pjesën më të madhe të ardhurave në buxhetin e shtetit edhe në punësim. Në të pikë ka mbajtur premtimi qeveria, që sa qeveria e ka mbajtur premtimi që ta sektori bujqësie do të jetë 600 milion që vijnë nga TVSH-ja në favor të komunitetit rural janë e ardhur një benefic i konsiderueshëm. E dyta 60 milion euro që të përdoren për investimin në bujqësi, edhe kjo është një impakt po prapë i fuqishëm. Por unë do mendoja që ka disa probleme. Para njëherë heqja e referencave në tregti, që është burimi kryesor i të ardhurave të buxhetit të çdo vendi. Qoftë edhe Bashkimit Amerikës, qoftë dhe Evropa Perëndimore, janë komunitete tregtare. Prandaj quhet Bashkimi Evropian ose dikur që është quajtur tregu përbashkët evropian. Ne sot në kufi, në dogana, kemi çmimin e referencave që pengon shumë qarkullimin e biznesit. Në qoftë se një mall e bler më ulët, këtu duke paguar më shumë se sa i takon, ajo pengon rëndon biznesin në hapin e parë. Rëndimi i biznesit në vetvete nuk është thjesht nga modeli. Rëndimi i biznesit vjen dhe nga ajo pjesë që punon në të zezë, të themi, gati 40% e biznesit ton nuk është formalizuar ende. Dhe për mendimin tim, ndryshimi i fushës së lojës, mund ta quajmë, nga një sistem taksimi i shesh, një sistem të kombinuar ose sistem progresiv, që do ndikojë edhe te biznesi, dhe biznesi do vihet në vështirësi goxha të mira për të mbijetuar, është hapi i dytë para se të konsolidohet, domethënë të shkojë drejt zeros informaliteti. Buxheti nga sa shikoj mundet për zonën rurale, gjithmonë unë marr të mirë që janë ato që thuhen në studio. Po, këto janë zyrtare në fundi që. Për të qenë zyrtare një dokument nga Republikën e Shqipërisë, duhet të zbatojë ligjin për informimin publik, ligjin për buxhetin e shtetit, kushtetutin e Republikës së Shqipërisë. Gjithmonë këmbël të mungesë e transparencës. Jo, unë shikoj dhe vlerësoj që një sër shkeljesh seri të disa ligjeve bjen një situatë të cilat qytetari fjerak, qytetari shqiptar nuk mund të mbrini një konkluzion. Atëherë për çfarë do flasim? Do flasim për numra të cilët i din vetëm 140 veta? Nuk e di, me një mikun tim në prefekturë kur fola sot, më tha, nëse kemi informacion zyrtar. Prefektura është, të themi, qeveria në qartë të tjerit. Nëse do ta themi dhe nuk ka informacion. Atëherë si mund ta marri publiku i thjesht? Ne flasim numra. Madje ne ishim të ftuar përfaqësues e saj, ndonë justifikime, kemi takime, me fjalë, qeveria janë të vërteta. Qeveria nuk ka bërë transparent shifrat. Kjo është finalja e projekt buxhetit. Nuk ka bërë transparent asnjë tregus që ta di edhe biznesi, ta di edhe individi, edhe qytetari, edhe gjithë. Të di edhe pra nuk është bërë transparent shifrat. Nuk ka ndarë ne marrë si thuash shifrat nga shtypi. Po kjo tani përfaqësues e qeverisë është një buxhet historik me kuptimin e më të mirit, ndërkohë që përfaqësues e opozitës thonë që është buxheti i krizës. Tash si do ta ndajmë? Ju jeni specialistë. Unë do thosha që është historik. Ju e njihni mirë problemin. Do falësh një sekond. Do thosha historik për një fakt të thjeshtë, sepse në historinë tonë 23 vjeçare të demokracisë, është hera e parë që futet një buxhet dhe nuk diskutohet me askënd. Ministria e Financave që ka bërë detyrim ta shpallet, pra ai është të themi llogaritari jon i familjes shqiptare, nuk jep asnjë informacion. Qeveria po ashtu, dhe që është historik për këtë po. Për termat brenda nuk e di se kush e quan historik sepse vetëm ata e dinë. Për shkak të impaktit do të ketë
për një zhvillim ekonomik që ndryshëm dhe atër nëse impakti të treguesve makroekonomik. Atër të bëjmë një kundër pyetje vetes tonë. Nëse vërtet do kemi kaq të mira nga ky buxhet, nëse duhet kaq e thjeshtë. Pse mos të kemi këto të mira? E marrim të mbështesim e marrim të mirëqen. Ka mënyrë hipotetike. E marrim të mirëqen që dohet kështu. Atëherë mos kanë frikë se na bie të fikët ne si shqiptar kur të mira dohen kaq të mëdha? Jo. Ata po na fshin një të keqe. Është një keqe e madhe që po troket. Kur do ketë kaq të mira për gjithë popullsinë, për biznesin. Cila është arsyeja? Gjitha vendimet e qeverisë në këto kohë të fund nuk kanë bërë publike, nuk e kanë nga problemet e mungesës transparencës. Mbase vendimet e tjera në një forum a në një tjetër mund të kenë ato problemet e tyre, por funksionon një shtet, gjaku i një shteti është financa. Dhe nëse ky gjak vjen vetëm në përqeska i paketuar dhe vetëm në disa seksione, atëherë me çfarë funksionon ky shtet? Siç thuhet, që është buxheti më i madh nga shifrat, unë them se këtu duhet të ketë një diçka që si do ecim ky buxhet në zbatim, si do zbatohet, kush janë ato prioritetet e mëdha që do të ketë rritje ekonomike, rritje mirëqenies, rritje prodhimit, rritje të ardhurave. Pra, nuk ka një qartësi sepse do të ndodh që planifikohet i buxheti lat, do të ndodh si qeveria e mbarshme, ku ishte PD-ja, që gjatë vitit bën ndryshimin e buxhet, rishikim të buxhetit 3 deri në 4 herë në vit. Mos edhe kjo është lënë që vazhdon e qeverisë Partisë Demokratike të vazhdoj edhe kjo qeveri ta rishikoj edhe një buxhetin sepse është shumë i lartë, u planifikua shumë i lartë edhe duhet ulur e tjera. Pra, kjo është ajo esenca. Duhet ripar buxheti, po a ka kohë mjaftueshme dhe mekanizma ligjor për ta rikthyer, pasi kartonat duke prodhuar shumicën e cilësuar nuk krijojnë asnjë cilësi. Unë mendoj që ju nuk e keni drejt. E para njerë që buxheti dhe mund të rishikoj, sepse është termi alokim fondesh. Mundet që në një sektor fondet duhen ulur, në një sektor tjetër mund të vitë. Kjo është problem. Problemi është që çfarë mund të sugjeroj për këtë punë. Po kush është pyetje për sugjeruar? Atë po thotë nuk është marrë mendimin dhe duhet të rikthehen. Po diskutojmë. Si do në keqja rishikimit buxhetit? S'ka si të keqe. Nuk ka keqe, por nga do dali kjo mocia për rishikim, diskutohet me grupet e interesit. Nuk mund të themi që s'është diskutuar me grupet e interesit. Po, me kë është diskutuar? Ka kohë që Biznes Albania është faktori fuqishëm në diskutimin e projekt buxhetit. Dhoma e tregtisë së Tiranës disa herë ka kundërshtuar. Nikolin Jahaj, kryetari i dhomës tregtisë Tiranës, e ka kundërshtuar. Biznes Albania, Luan Bregasi e ka kundërshtuar. Ata thonë që nuk është transparent edhe nuk është marrë mendimi jonë. Atëherë të lutem, flasim me këmbë tokë. Me kë është diskutuar? Këta janë dy përfaqësuesit më të mëdhenj, thonë nuk është marrë mendimi jonë. Biznesi thotë nuk është marrë mendimi jonë. Dhomë e tregtisë së Fierit nuk është ndier fare, edhe nuk di asgjë se biznesi çfarë po ndodh. Ne po jetojmë me këtë situatë. Po jetojmë ditë ditës me biznesin. Për buxheti është frymarrja që krijohet biznesit për një vit. Biznesi do bëj planifikim çfarë pune do ketë vitin që vjen. Do na ndodhi një fenomen shumë familjarët bëjnë llogaritjet e tyre që në 2014 ku do vënë, çfarë do bëjnë. Mendoj që një element shumë negativ që po shfaqet është se ne flasim për 2014-ën, por 2014 është 2 javë më vonë. Po pra. Dhe në 2014-ën administrata tatimore e Republikës Shqipërisë ndodhet përpara një nuk di çfarë bëjnë në datën 1. Arsyeja pse? Sepse që të kaloj ky buxhet të dekretohet nga presidenti, hyn fuqi, është një sër stadë që do të kaloj. Por le të supozojmë se këto kanë një procedurë. Le të supozojmë se ndodhen të tëra deri në datën 1, forca e kartonit, që thot moderatori. Ndodhen të gjitha ato. Atëherë është pak absurde sepse ne kemi 23 vjet demokraci, kemi ndrorë 3 modele ekonomik. Dhe ky është i treti që propozohet. Duhet bërë analiza modelit të parë, të dytë. Por, më falë, një ekonomi stabil, ne flasim nëse ne do ecim drejt perëndimit, ne shikojmë ekonomitë perëndimore. Modelet për zgjidhje, ose për shtatet në funksion të tani, modelet ekonomike
nuk mund të ndryshojnë aq lehtë në një shtet, sepse atëherë bëhet kaotik shteti. Nuk di biznesi ku të shkojë. Ne kemi provuar me biznesin. Gjithsesi, pas pak minutash do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë. Që të ndërhy pak tek Iliri. Atëherë, kur shikojmë që modeli parë ekonomik ra, nuk ishte i fryqëm për Shqipërinë. Modeli dytë ekonomik, që po i quajnë qeverisjen 2005-2013, nuk solli rezultat. Nuk solli rezultat sepse e la arkën e shtetit me shumë borxhe, edhe flitesh për rritje ekonomike me 2 shifra. Të bëj një serim, atëherë, do të thotë që edhe kjo ra, e solli nga informaliteti apo sistemi taksimi. Sot ato strukturat e gjitha në bashkërendim, që nga buxheti i shtetit, që nga paketa fiskale, që nga strukturat në zbatim të këtyre dy të parave, që nga administrata, që ngrej një qeveri e caktuar që të zbatojë qoftë projekt buxhetin apo qoftë paketën fiskale. Pra, përse është qeveria? Qeveria është ajo që bën bashkërendimin e gjithë këtyre elementeve në të mirë të popullit, në rritjen e mirëqenies të popullit. Ne sot nuk jemi ata që kemi qenë. Duke formalizuar, unë nisi nga vetja. Unë nuk jam ai që kam qenë para 4-5 vjetësh. Zakonisht. Jam në dobët ekonomikisht sot. Mos harrojmë të nxjerrim konkluzionin do të thotë që ne kemi nevojë për një strukturë të re ekonomike të mirë menaxhuar, por edhe të mirë studiuar përpara se të hidhet në veprim. Atëherë, do të kundërshtoj shumë shkurtimisht. Në rast se ne do mendojmë se pati dështim, domethënë ne nuk po marrim parasysh efektin e krizës botërore, por le ta menjanojmë atë dhe të flasim vetëm për Shqipërinë. 40% e tregut informal me taksë të shesht, ju pretendoni se me taksën progresive, ku rrisjet e biznesit janë më të larta, ku humbjet e biznesit janë më të larta, ky 40% çdo zbresë apo do rritet? Normalisht do kesh informalitet më të lartë. Të lutem, në qoftë se struktura ne do të kemi pas pak minutash në një linjë të drejtë për drejtë telefonike ish ministrin e ekonomisë dhe financave në kohën e qeverisjes Partisë Socialiste në vitin 97 dhe 2050 në Arden Malaj, ka qenë i ftuar në studio, ka pranuar ftesën për arsye objektive, të cilat kushtëzonin dhe ardhin këtu, ai nuk është i pranishëm në studio, por nëpërmjet kontaktit telefonik do t'i japim mendimin e tij specializuar dhe përvojën e tij në vite në funksion të artimit të buxheteve. Po, zoti Bitaj e latë gjysmë mendimin e impaktit që do të kenë në zhvillimin e bujqësisë. Në zhvillimin e bujqësisë ka shumë sektor të rëndësishëm, përveç kompensimit të TVSH si input e bujqësor që është një anë, ka elemente të tjerë që ndikojnë në rritjen e proceseve të punimeve si karburanti e tjera. Para bazamenti është toka. Ne jemi, si thuash, vendi më i vështirë dhe vendi më i keq në Evropë. Ne kemi sot 1.3 hektar për familje fermere. Çka do të thotë që edhe kjo 1.3 hektar është shpërndarë në 4, 5 ose 6 vende. Parcelat tona janë me dylym. Në krahasim me Evropën ne jemi 20 herë më pak. Ajo e ka 27 hektar për frymë, ne kemi 1.3 si thash. Dhe këtu është një nga problemet që ky buxhet, kjo qeveri duhet të fillojë ta zgjidhë me zbatimin e pronës ose me krijimin e instituteve të shoqërive aksionare në bujqësi ose kooperativave të bujqësore që përmenden me terminin shoqëri të bashkimit bujqësor. E dyta janë investimet në bujqësi dhe kjo duhet bërë me përzgjedhje. Për shembull, për qarkun e Fierit, problemi më i madh është ujitja e tokës. Megjithëse ne jemi vendi i dytë në Evropë, mbas vendeve nordike për sasinë e ujit që kemi, qoftë lumenj, qoftë rreshtet, ne shumë pak pjesë të tokës produse ne ujiti. Fjala vjen në luginën e Vjosës, sot ne një ekonomi kemi që është model në jo vetëm në qark, por edhe në Shqipëri, është Frakulla që ka sasinë më të madhe të tokës së ujit. Po, ti lëm pak hapësirë publicitare dhe rikthehemi në studio. Apple
Apple.net sjell sistemin Gjipon në fier me shërbime kryesore: internet, telefoni, televizion. Internet pa kufime e cilësi maksimale. Telefon fiks me çmimet më të mira në treg. 80 kanale televizive për të plotësuar të gjitha kërkesat tuaja. Përse duhet zgjedhur Apple.net? Shërbimi 3-në-1 Gjipon ofron shpejtësinë e dritës dhe vjen me fibër optike deri në derën tuaj. Është zgjedhja e dur për biznesin dhe familjen. Vetëm me një abonim lidh disa televizor, ndërsa mbështetja teknike është 24 orë. Për më shumë mund të vizitoni apple.net.al ose drejtohuni pranë Fotostudio Rustemi. Apple.net, e gjithë bota në dorën tuaj. Konservatori Artistik Flatra dhe Dijes ofron formim artistik në departamentet e muzikës dhe të dansit. Është filiali Helenik Konservatori, themeluar në 1919, me 46 filiale në Francë, Greqi, Qipro dhe prej 6 vitesh edhe në Shqipëri. Në departamentin e muzikës ofrohen degët, piano, violin, kitar, fisharmonik, flaut. Në departamentin e dansit ofrohen degët kërcim klasik, kërcim modern. Tek Konservatori Flatra dhe Dijes do të gjeni mjedise moderne si klasa instrumentash, sallë baleti, sallë koncertesh. Regjistrimet bëhen çdo ditë pranë sekretarisë së shkollës 9-vjeçare Flatra dhe Dijes, çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 8 deri në 16. Adresa: Shkolla 9-vjeçare Flatra dhe Dijes, Shegji Vogël, telefon 034 70 43 09. Për më shumë informacion mund të kontaktoni edhe përmes adresës së e-mailit info@flatradedijes.com. Sigal Unica Group Austria dhe Spitali Amerikan sjellin kartën familjare të shëndetit. Risi në tregun e sigurimeve. Të gjithë anëtarët e një familjeje mund të përfitojnë nga njëjti mbulim me çmime preferenciale. Së bashku, për një shëndet më të mirë të gjithë familjes. Sigal Unica Group Austria. Dostin. Ajo ka karakter të fortë. Ajo ka tradita mbreslënsa. Ajo ka një aromë të parezistueshme. Ajo di të sillet ëmbël me ata që e dashurojnë. Harley, for lovers of coffee. Rrethin e Lushnjës vazhdon të mbaj hapur dyert e saj për regjistrimin e nxënësve, me një staf mësuesish të kualifikuar dhe me emër në këtë qytet, me ambiente tepër komode dhe me kushte optimale. Ngrohja dhe siguria e fëmijëve tuaj është e garantuar. Shërbimet jashtë orëve të mësimit në mënyrë të kulturuar. Dituria, Djepi Dijes në qytetin e Lushnjës. Shëndetje është jetë, mirëmbajje. Gjorgji Fili e ka emrin mjeku popullor me eksperiencë dhe rezultate të shkëlqyera që disponon për mjekim popullor 400 lloje bim medicinale. Mjeku popullor Gjorgji Fili mjekon çdo lloj sëmundje vetëm me bim medicinale. Shëron kolitin, majasëllin, zorën e trash, tret gjithë llojet e gurve, shëron stomakun, veshkat, mbajtjen e urinës, prostatin, tëmthin, mëlçin, sëmundje lëkure dhe qetëson të gjitha dhimbjet rematizmale e të tjera. Gjorgji Fili e ka emrin mjeku popullor çuditbërës. Mirëmbashëndetin, mjeko dhimbjen. Atë gjeni çdo ditë në ambulancën e tij, Sheqi Vogël, afër autogrilës Fier. Për kontakt, telefononi 069 22 10 Mirëmbrëma të nderuar shikues e Gjon Tapullani, jemi rikthyer në transmetim drejt për drejt e emisionit Balla Faqim, ku po diskutojmë për buxhetin e vitit 2014 dhe paketën fiskale. Kemi në link të drejt për drejt, ashtu si edhe anoncuam pak më parë, ish ministri i Ekonomisë dhe Financave, zotin Arve Malaj, në periudhën 97-2005. Zoti Malaj, ju falenderoj që pranot ftesën për të kontaktuar
drejt për drejt me të ftuarit në studion qendror televizion të Apollon. Ka problem lidha? Mund ta përsërisë. Po rikthehemi në diskutim. Kalonte paketa fiskale ka qenë një nga më të diskutuarat, kryesisht për tatimin mbi tarët personale dhe pastaj të biznesit. Unë jam mbështetës i paketës së re fiskale, sepse është një hap zhvillimi dhe për mendimin tim e rrit biznesin hap pas hapi. U krijon frymarrje bizneseve sipas klasifikimeve në të cilën ata ndodhen. Pra, është një tregues pozitiv të cilën unë e mbështet. Është mirë që të futem bashkë bisedime dhe të ftuarit e tjerë në studio ose nëse doni të vazhdoj me argumentat e mia pse unë e mbështet paketën e re fiskale. Për tatimin mbi tarët personale? Qoftë për tatim mbi tarët personale ose qoftë fillimisht të pjesë, pastaj për tatim mbi të ardhurat personale. Atëherë, sipas klasifikimit të ardhurave personale, ose thënë gjumë popullore sipas pagave që marrin individët, ashtu edhe duhet taksohen. Nuk duhet të ketë një nivel të barabartë taksimi si ai që është në nivelin e dyshe mes dhe ai që është mbi tavanin. Nuk është e drejtë. Sepse kjo tregon se është e drejtë aplikimi taksës progresive? Jo, s'është e drejtë aplikimi taksës së sheshtë. Taksa progresive do të thotë zhvillim. Mua më favorizon. Një popull të thjeshtë e favorizon. Ai që merr më shumë tregon shkallë zhvillimi në shoqëri. Po, taksimi progresiv. Ai që merr më shumë është më i zoti. Ai duhet të kontribuojë më shumë. Ai ecën më shumë përpara. Ai ka më shumë tregus, ai ka më shumë aftësi dhe tregus për të ecur përpara. Sepse ai që nuk ka mundësi dhe merr një pagë minimale ose një pagë të klasifikuar, të diversifikuar, atëherë duhet i krijojë mundësi edhe këtyre njerëzve, këtyre individëve që këta të fitojnë edhe të ecin përpara, ose të shtyjnë në ambicien për të kapur ata të tjerë më lart. Taksimi progresiv është një taks e cila bën diversifikimin e klasave në shoqëri. Ne jemi në ekonominë e tregut. Edhe në ekonominë e tregut, pra jemi në kapitalizëm, dhe kapitalizmi nuk ka taks të barabartë për të gjithë. Po jo ka tjerë. Nuk është i egër. Megjithëse ka përjashtuar deri në pak më 30.000 lekë ka përjashtuar nga. Nuk thon francezët që paguajnë 67% të ardhurave tyre personale. Nuk thonë që është kapitalizm një i egër. Duhet të themi ne, po francezët kanë ekonomi që ndryshme, vende zhvilluara që mund ta ndërkohë po synojnë të shkojnë. Gjithsesi s'është ne po synojnë të dega ime të mbaj qendrim, këto janë hapa të zhvillimit ekonomik dhe hapa të zhvillimit shoqëror. Ne nuk synojmë të kthehemi mbrapa në kohën e diktaturës ku të tërë paguanin një lloj, tërë hanin një lloj, tërë pinin një lloj. Ne synojmë një ekonomi të zhvilluar. Ekonomia e zhvilluar do të thotë diversifikim, pra ndryshim të klasave dhe zhvillim të këtyre klasave. Kush është klasa? Pastaj ti përshtatemi të ardhurave shqiptare. Edhe kësaj pakete fiskale. Nga 0 deri në 30.000 lekë nuk paguhet të ardhura. Nuk është tatim mbi të ardhura. Nuk po paguhet dhe nuk do paguhet. Të lutem, 3 muaj para zgjedhjeve nuk u pagua. Atëherë fal. 3 muaj përpara zgjedhjeve nuk, me fjalë filloi taksa e sheshtë që u hoq deri në 30.000 lekë, nuk paguon dhe njeriu u hoq në muajin mars. Që nuk do paguhesh. Le ta konkretizojmë. Pra, ajo ishte fushatës elektorale, 30.000 lekë sepse paguante, si ai kishte pagë minimale dhe ai që kishte pagë super të madhe paguan një lloj. Si ky administrator në bazë të pagë 10%, apo administratori 10.000 se euro në muaj taksosh me 10%. Edhe ai që merrte 20.000 lekë të reja në muaj taksosh 10%. E ndeshme duket kjo. 10% të vlerës i merr të pagës, nuk është lutem taksimi është i barabartë. Çfarë do të thotë kjo të vlerës që merr? Taksimi, po flasim për taks këtu.
Nuk po flasim për sa marrëm sa merr ti. Këtu po flasim për nivel taksës. Është një fini takson bazë të ardhurave. Po pra shumë bukur. Ai është kriteri këtu sot. Tu qëndron e bukuria e taksimit. Gjithsesi janë specialistët, po. Do të ndërpres një moment, nëse do flasim për taksim, do flasim për të dy anë të ekuacionit. Po absolutisht po. Absolutisht po, dhe unë kap ato dy. Tarifën apo taksimin e të ardhurave personale apo të themi jemi tek të ardhurat personale, te paga. Në gjuhën popullore te paga që ne do t'i marrim dhe vlerësojmë pagat, flasim për 6 muajt e fundit të këtij viti, nuk kanë paguar pagat minimale dhe vazhdojnë të mos paguajnë dhe kjo është vazhdimshmëri. Po, deri këtu jemi në rregull. Te pagat e rendit nga 300.000 lekë të vjetra deri në 1.300.000 lekë kemi disa ndryshime. Cila është kjo pjesë e popullsisë që paguon? Është ajo pjesë të cilën është thirrur për të zhvilluar vendin. Shtesa Specialistët, le të themi, qarku i Fierit, ka keni vënë re të lutem ndryshime? I ke vënë re të lutem se sa njerëz e marrin pagën 130.000 lekë të reja në muaj, hiq vetëm administratën shtetërore? Atëherë do të bëj një korrigjim mbi mënyrën e të folurit midis nesh. Ne po flasim, sikur në thash në fillim të emisionit, për të dhëna hipotetike. Dhëna zyrtare, ne kemi para nesh. Atëherë, paketa fiskale janë përcaktuar për Fierin. Paketa fiskale është bërë zyrtare. Është përcaktuar. Është masa janë ta kufit edhe e taksimit për nivelin e parë. Mënyra e taksimit progresiv është bërë publike. Tani flasim për Fierin. Ke rrotull 4.000 punojës në naftë. Nuk ke rrogë në 300.000 lekë në naftë. Të gjithë kjo armatë punojësish, cila është paga maksimale në naftë? Pagën maksimale ti mund të kesh 10 veta që mund të jenë në këtë mbi 1.300.000 lekë. Flasim në sektorin vetëm ata paguajnë më shumë. Për ata gjithë të tjerë në atë nivel dalin me fitim. Dalim me fitim për çfarë? Sepse thash do marr dy anë të ekuacionit. Do marr tatimin mbi të ardhurat dhe do marrin çfarë do të si influencojnë direkt kjo fash nga 300 deri 1.300.000 nga kostot suplementare. Atëherë të lutem, jemi tek taksimi progresiv për të ardhurat personale. Pastaj, se përmban brenda paketa fiskale, ta diskutojmë hap pas hapi. Pra nuk mund të flasim një pjesë të ekuacionit pas zgjidhur ekuacionit, se e fillojmë nga e para, vazhdojmë tek e dyta. Tani unë duhet të flas një herë për taksën progresive. Për mendimin tim, taksa progresive që të aplikohet tani në vendin tonë është e parakoshme. Në këtë periudhë krize? Në këtë periudhë është e parakoshme. Sepse ne nuk kemi vendi zhvilluar siç janë Francë, Spanjë, Itali, Gjermani. Nuk e kemi me atë diversifikim që kanë këto vende të zhvilluara. Ta marrë deri në fund. Nuk kemi ai vend që jemi zhvilluar nga ana ekonomike, edhe të situasht miratojmë taksën progresive. Edhe kjo ka anët e saj negative. Tani, përsa i përket se si është planifikuar kjo taks, kjo është planifikuar në 3 nivele. Niveli parë është deri në 30.000 lekë është taksa zero, nuk paguam, e cila ka qenë, kjo është në prill maj të vitit 2013, është miratuar dhe është zbatuar. Niveli dytë është nga 30.001 lekë deri në 130.000. Rritet 13% të diferencës minus 30.000. Dhe niveli tretë është nga 130.000 e lartë dhe kjo patohet 23%. Tani një shembull po marrim 2 shembull. Paga 40.000 lekë. Efektivisht kjo është. Pagonte me taksën e sheshtë 10% i takon dhe 4.000 lekë. Sot, me të taksën progresive i takon 1.300 lekë. Pra me një diferencë kursim nga paga 2.700 lekë. Fiton. Ai tjetër po. Tjetër që ka pagën 90.000. Pagon sot 9.000 lekë të reja, kuptohet, dhe me taksën progresive që do të nga janari, do të paguaj 7.800 lekë. Pra diferenca është 1.200 lekë. Kjo barazohet
kur pagët, që gjithë ata që kanë pagën 130.000 të reja, barazohet 13.000 do paguaj me aktualën sot, dhe nga 1 janari i takon 13.000. Kjo është, do më thënë, këtu është niveli i barabartë. Barabartë. Taksa e sheshme, taksa progresive. Po. Këtu tani, nga 130 e të vazhdojmë tej, do më thënë, nga 130, kemi marim një shambull, e ka 220.000 lek pagën. Do paguaj 20.000 sot. Në janar do të paguaj nga janari 29.100 lek. Pra do paguaj 9.100 lek plus aktuales. A i ka rogën 300 lek. Paguan 30.000 lek sot, që është me atë taksën 60%, dhe nga një janari do paguaj 52.100 plus 22.100. Milena, zotë Malaj. Jemi në transmitim të drejt për drejt në emision Ballon Faqim, ku po diskutohet nga studio qendror televizion të Apollon, projekt buxheti vit 2014 dhe paketa fiskale. Specialistët janë 4 të ftuar, ndaj mendime të ndryshme në lidhje me fondet e përcaktuara nga projekt buxheti vit 2014 për larjen e borxheve, likuidimin e borxheve për bizneset, ndërkohë që një pjesë tjetër mendon që këto duhet të ishin përdorur më mirë në investimet publike, ndërkohë që ka probleme ose diskutime edhe për paketën fiskale. Atëherë, e para dëshiroj të falenderoj për mundësinë për komunikuar me panelin e me dëgjuesit tuaj. E dyta duhet të theksoj që përgjithësi duhet të jetë qartë që buxheti vitit 2014 është buxheti i një vendi në një situatë vështirë ekonomike. Kemi arritur në borxhe në nivele kritike sa institucionet ndërkombëtare na kanë paralajmëruar që sot dhe jo më vonë duhet të fillojmë të vendosim rregull në financat tona publike. Në këtë kuptim, ky është viti i fundit që Shqipëria mund të ketë një deficit kaq të lartë, që është 6.6%, dhe janë rreth 91 miliard lek deficit. Nga ana tjetër, ky deficit është i madh sepse qeveria ka vendosur t'i paguajë një pjesë të borxheve. Sipas tyre është një shifër 35 miliard, të cilat përfshin pjesën e investimeve të paguara dhe një pjesë të detyrave fiskale që biznesi nuk është kredituar. Kjo masë që ka arritur deficitin kaq shumë në këtë ditë dhe nuk mund të jetë deficit kaq i lartë në lidhje të tjera, synon që të injektoj lek në ekonomi. Pra, këto para në një mënyrë ose në tjetër, pavarësisht se një pjesë do shkojnë për të lyer kredi, bankat do të jenë më të lehtësuara, do të japin kredi dhe në total ekonomia do të ketë më shumë lek. Në ana tjetër, njerëzit me drejt pyesin, do ketë investime të reja, sepse pas pa investime të reja nuk ka vend në punë. Dhe po s'u hap vend në punë, nuk përmirësohet situata. Kështu që është deficit. Investime publike. Gjithçka do të varet edhe nga fakti i përfundimit të marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe i respektimit të angazhimeve që do marrë qeveria shqiptare. Kredia që do ofrojnë institucionet ndërkombëtare të deklaruara sot janë me kushe lehtësuese, janë për një periudhë gjatë dhe mund ta ndihmojnë buxhet që të mos bëj shpufime. Që ne të kemi rregull në financat publike, njësoj si çdo biznes shqiptar, kështu është edhe kjo e qeverisë, ka 2 rrugë të turë deficitit. O të shkurtosh penzimet, dhe kjo është e dëmshme sepse i zëfrym në ekonomisë, ose do rritësh të ardhurat. Të dyja rrugët veç, qoftë vetëm rritja të ardhurat, qoftë vetëm shkurtimi i shpenzimeve, e godasin ekonominë dhe nuk e lënë zhvillohet mirë. Kjo është gjetur një rrugë ndërmjetme. Në këtë vit të parë të rritet deficiti që të ushqet ekonomia, ndërsa në afat nesër është synuar që të rriten dhe disa taksa. Lidhur me paketën fiskale, e cila me drejt ka shqetësime. Qeveria duhet mësohet të jetë sa më transparente, koha për të diskutuar duhet të jetë sa më e plotë, koha për të njohur dhe respektuar ligjet duhet të jetë sa më e plotë. Dhe nga ana tjetër, ka një diskutim që bëhet dhe kudo, a mund të ngrihet gjitha taksat në cilin vit, kur rritja ekonomike është e vogël, do ishte më mirë të ngrihesin vetëm një pjesë të taksave dhe një pjesë të fillonin më vonë, në 2018-2016, me që rritja ekonomike është e vogël, ekspertët e qeverisë
për shkak të pozicionit të vështirë që gjendet Shqipëria, kanë qenë të detyruar ose kanë pas shumë pak hapësirë përballë kërkesave në rritje që i ka kërkuar Fondi Monetar Ndërkombëtar. Një gjë duhet bëhet e qartë pa u futur në detaje. Pa marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ekonomia shqiptare do të gjendet pa mundësi financimi dhe kriza do të jetë shumë e thellë se sa debati që bëhet sot për taksat apo për elemente të tjerë të buxhetit. Është një çmim që duhet ta paguajmë për shkak se kemi mbritur me këmbët tona në një botë që është rreth 70% dhe që kurrizi i taksa paguese dhe ekonomisë shqiptare nuk e mban. Do të ishte mirë që administrata fiskale edhe me taksat e reja ishte më fleksibël. Në vitin 2014 mos ishte vit gjobash dhe penalitetesh edhe kur biznesi ka vështirësi. U bë shumë mirë që u hoq pagimi i garantive nga biznesi, ku paguheshin para dhe duheshin 5 vjet debate në gjyq. A kishte drejt patime dogana apo biznesi dhe tani mund të përdoret garanci e cila lehtëson likuiditetet. Dhe në fund, e mira apo e keqe paketa, ajo që do vendos përfundimisht nëse ne do i shpëtojmë krizën që po na afrohet, do të jetë ambienti social dhe politik në vend. Kështu që në këtë aspekt dhe për këtë faktor të rëndësishëm, që është ambienti social dhe politik, qeveria, grupet e biznesit duhet të bashkëpunojnë që ne mos të shkojmë me këmbët tona në një krizë më të thellë, që pas kësaj krize edhe shkurtimet do jenë më të mëdha dhe rritjet e taksave do të jenë më të mëdha. Po, të falenderoj, zoti Malaj, keni pyetje për? Po, përshëndetje zoti Malaj, Ilir Ilaj, specialist i fushës së pushtetit ekzekutiv. Për te duhet të dëgjoj mirë, po. Për te ase çfarë unë mendoj për buxhetin, mënyrën se si dhe për taksimin, unë do të di si qytetar një prononcim të tuajin, kur parashikohet shëndoshja e ekonomisë së vendit tonë sipas modelit të ri ekonomik që po na ofrohet, dhe këtyre masave që sapo thatë, ka ndonjë afat ju si specialist me arrirë i fushës? E para po të shikoni në buxhetin e 2014, ndryshe nga buxhetet e viteve të tjera, nuk po i ndaj tani me parti politike që fillojnë sherrat prap, është parashikuar që rritja ekonomike të jetë 2%. Gjatë vitet të tjera, rritja parashikohej 4% dhe me vite 1.5. Kjo bëndër e ju dini mirë si partim pagues që duke parashikuar shifra më të mëdha në buxhet, ata i ngrihen në mënyrë të forcuar duke shkatruar biznesin. Që ekonomia shqiptare të rritet nuk mjafton vetëm buxheti. Duhet të përmirësohet ambienti i biznesit, duhet për shembull një nga pengesat kryesore skema e financimit. Bankat nuk japin kredite, japin me kosto të larta, sa dhe sot FMN-ja. Dhe nëse ke burime financimi ti nuk rritesh. E dyta, nëse kemi vit 6 vjet, 7 vjet të themi do bëjmë master plan e zhvillimit qarkut të Fierit, apo qarkut të Vlorës, apo të gjithë Shqipërisë, dhe nuk japim më leje për ndërtime industriale, për ndërtime familjare, përveç ndërtime publike, biznesi nuk zhvillohet. Nëse nuk japim zgjidhje problemit të dritave, që pritet dhe mbetet si pasigurim biznes. Pra, rritja ekonomike nuk mbështetet thjesht nga buxheti. Buxheti shqiptar dhe është mirë që qeveria të zbatoj këtë parim, të mos forcojmë në investime, por kryeministri duhet të sqarojë në parlament që paratë e buxhetit vitit 2014 shkojnë për mbaruar rrugët e nisura. Se janë bërë 30% e shpenzimit për vajtë nga Tirana në Vlorë dhe për 20% punime që ka probleme tjeri për turizëm me Levani apo probleme tjera, investimet nuk maksimizohen dhe ekonomia dhe biznesi nuk vjen përfitimi. Rritja ekonomike ka disa shenja që mund përmirësohet sepse duket sikur dhe Europa ka arritur fundin e krizës dhe tani fillon dhe rritet. Qoftë Greqia, qoftë Italia. Po për mua, pesha merën do i bie qeverisë shqiptare për përmirësuar ambientin e biznesit, ekonomia shqiptare mund të rritet më mirë me sa më pak pengesa. Po, ju falenderoj zoti Malaj për parimin tuaj në emisionin Ballhaqim këtu në valët e televizionit Apollon. Në shem vlerësimi për gjitha mendimet dhe idetë që dha ju si një nga specialistët më të mirë të vendit në fushën e ekonomisë. Faleminderit dhe urimet më të mira. Unë kam detyrim që me media në çdo kohë, ai sa mund të ndaj mendime dhe analiza, e ndjej si detyrim në çdo kohë që do të jemi dobishëm për ju. Ju falenderoj për këtë dëshmërinë. Gjithë të mira. Të nderuar shikues, ishim drejt për drejt në linjë telefonike me zotin Abel Malaj, ish ministri i Ekonomisë dhe Financave në periudhën e vitit 97-2005, gjatë kohës qeverisjes socialiste.
i cili ndau mendimet dhe opinionet e tij në lidhje me projekt buxhetin vitit 2014 dhe paketën fiskale. Zoti Malaj, nga sa dëgjova, u tregua shumë konciz. Përgjigjja e tij dhe ishte i qartë. Dhe i qartë. Përgjigjja e tij më duket se e hoqi shqetësimin e qytetarëve. Pyetja ishte parashikimi shëndetësisë ekonomike. Pra, nëse të themi manevra e parë e qeverisë nano dhe të tjerëve nuk ishte suksesshme. Qeveritë demokrate nuk ishin suksesshme. U ndrua modeli. Ky model, sipas specialistit më të mirë të fushës, të testuar, tregon që nuk ka shpresë. Unë nuk dëgjova që të artikulohet, ai tha kemi një rritje 2% vitin e parë, 4%, diçka më shumë, por tha kryesorja është ambienti i biznesit, pra si do ta presim biznesin but apo do ta godasim. Kjo politikë tatimore e godet ne këtu e tjetra, kredit bankare që bankat i japin duhet minimalisht ata që do të jenë marrësit e kësaj kredie të ndihen në pozita komode. Kush është marrësi i kësaj kredie? Marrësi i kësaj kredie është biznesi. Ka rënë dakord FMN-ja dhe Banka Botërore për të kredituar Shqipërinë në funksion të pagesës. Dëgjova shumë saktë. Përveç asaj çfarë Banka Botërore është çfarë tregu i brendshëm. Çfarë tregu i brendshëm do të sillet, flasim për kredit. Kreditimi për lajën e borxhit. Jo, ai foli për kredit bankare të tonat, pra të Shqipërisë, të bankave të nivelit 2 ndaj biznesit ndaj individëve. Po kur biznesi vjen në vështirësi, risku i falimentit. Zotin Malaj sepse mori një shablon të tillë. Ecja e qeverista është puna e ecjes së një biznesi. Kur biznesi gjen fonde për të ecur përpara, kështu është edhe qeveria që bëri lidhjen me punën e fondit monetar, edhe të Bankës Botërore. Pra, që të eci përpara ekonomia, qeveria është në kërkim të fondeve për t'i dhënë frymarrje dhe për të shtuar. Atëherë, po flasim për të njëjtën gjë, më duket po më përktheni çfarë tha zoti Malaj. Zoti Malaj mbasi foli për termat makro, foli dhe për termat mikro të kësaj çështje. Dhe tha, mund të ndryshojë shumë gjë FMN-ja dhe Banka Botërore, por tha, kryesorja dhe leva e Arkimedit është çfarë do bëjmë ne këtu. Rritjen ekonomike nuk e vendosin ata, e vendosim ne. Shëndoshjen ekonomike. Pra kur ne po themi që nuk na bën kjo politikë tatimore, nuk kemi arritur asgjë, që unë e kundërshtoj këtë opinion, por le të vim tek ajo çfarë parashikon buxheti, se për atë jemi mbledhur. Buxheti thotë jemi keq, asgjë nuk ka funksionuar, viti 0, dakor, le ta marrim për një moment se kanë të drejtë me vitin 0. Atëherë të marrim dhe të analizojmë sipas logjikës tyre nga viti 0, por nuk është viti 0. Nuk është. Atëherë po të shikojmë në këtë studio, në këtë televizion, fytyrat tona, sjellja jon, moderimi jon, nuk është i viti 0, nuk është 90-ta. Por ne kemi ndryshuar. Atëherë ky ndryshim është ekonomik, është kulturor, është i gjithanshëm dhe ne kemi aq aftësi sa të kapim edhe të kuptojmë që ambienti i biznesit duhet patjetër të ndryshojë. Këto taksa e vdesin biznesin. Tani ne duhet të vazhdojmë më tej problemin e tjetër taks. Çfarë ndryshimi pati paketa fiskale? Është ndryshimi i tatim fitimit. Edhe këtu ka ndryshime. Të gjithë tatim paguesit deri në 2 milion lek do paguajnë një tarif vendore. Është parashikuar rreth 25.000. Është 1% e xhiros. Po. 1% e xhiros i bie diku tek 20.000 lek. 20-25.000. Okej? Po. Është diçka që tarif e dyta. Nga 2 milion. Hapësirë kundrejta tabave. Nga 2 milion deri në 8 milion. Nga 2 milion deri në 8 milion. Pjesa që këtu është bërë një ndryshim. Nga 10% që ishte tatimi mbi fitimin, është ardhur me ulje 7.5%. Dhe mbi 8 milion lek xhiro, tatim fitimi rritet nga 10% që ishte bëhet 15%. Tani kuptohet në ky grup kush fiton? Pengesë për financimet e huaja në këtë rast? Për investitorët e huaj. S'ka dallim. Këtu është jo krijon probleme, domethënë. Jo, aplikimi kësaj takse. Prit. Krijon pasi hyn në kategorinë. Krijon pagesë për taksën që rritet mbi 8 milion lek. Po. Aty krijon sepse
këta nga 10% në 7.5, do më thënë 2 milion dhe 8 milion gjiro në vit, fitojnë një 2.5%. Atëherë, duhet të zbërthejnë taksën progresive për biznesin. Ka taksë progresive këtu, për biznesin. Si pas mendimit tim, kur futemi të kry një punë publike, zhvillohet një tender. Ky tender ka disa specifikime, ku nuk mund të futet çdo biznes në të garoj, që për mua është tepër e gabuar, sepse u privon shumë të drejta bizneseve të sapo çelura. Atëherë, përse mos të zbatojmë taksën progresive kur ne vendosim për marrjen e një pune disa kritere për këto shoqëritë e mëdha, se për ato bëhet punë të mëdha. Okej? Atëherë edhe taksa progresive. Kush e bën pjesën dërmuese të biznesit sot? Atëherë, unë edhe ti jemi specialist. Edhe zotëria i dhomës tregtisë mund të ketë informacion mjaftueshëm, por i lirin nuk e di saktë. Kurse unë them që pjesën dërmuese 75 deri në 90% të biznesit sot e përfshin biznesi vogël dhe i mesëm, gjë i cili favorizohet nga kjo taksë. Favorizohet? Po pra, kjo i krijon frymëmarrje asaj shtresës së vogël të biznesit, i krijon tepër frymëmarrje. I krijon tepër frymëmarrje. Krijimit të frymëmarrjes dhe zbatimit paketës fiskale duhet të kthehemi në anën tjetër, do ta bëjmë nëpërmjet instrumentave shtetëror, tatimor, që ky biznes që unë po e favorizoj, po ja heq fare taksën. Ama nga ana tjetër ky duhet me patjetër që mos të nxjerrë produkte nga njësia e tij pa kupon tatimor. Atë duke minimizuar evazionin fiskal te këta që janë shumica pjesa dërmuese e biznesit. Pra, në qark, atë ne dalim që të gjitha shtresat e bizneseve në mund të quajmë kështu, i çon drejt zhvillimit. Atëherë, duke u formalizuar tregu, sepse ky do të thotë. Kjo është e rëndësishme. Unë të favorizoj i formaliteti. Po, unë të favorizoj nëpërmjet taksës si biznes i vogël. Por evazioni më i madh bëhet e biznesi i vogël. Nuk bëhet e biznesi i madh. Pra, duke minimizuar biznesi i madh është më i kontrolluar. Duke formalizuar biznesin e vogël 100%. Biznesin e vogël rrjedhimisht edhe shpenzimet e biznesit të madh do vinë duke u rritur, sepse çdo produkt që do blej ky biznes i madh do ta marrë me kupon tatimor, do ta marrë me faturë tatimore. Pra do ta marrë me dokumente njohur nga shteti. Në këtë mënyrë edhe ai 15% i taksës së tatim fitimit për biznesin e madh do vi duke u reduktuar. Pra, unë zbërthej taksën progresive duke rritur gjithmonë duke rritur kërkesën ndaj instrumentave shtetëror, ndaj organeve tatimore. Duke specializuar, edhe duke çuar ato organe tatimore njerëz specialist që ta bëjnë detyrën siç duhet, por nga ana tjetër shteti ka për detyrë që këta që do bëjnë atë detyrë duhet i mbrojë, duhet i japi statusin. Simulohet evazioni fiskal në terren gjërat komplekse, prandaj po i marr kështu, sepse shikoj që unë zbërthej gjithë paketë fiskale, qëllimin e kësaj pakete fiskale, unë zbërthej që të ulet evazioni fiskal, që mos të ketë informalitet, pra të ulet dhe informaliteti. Mundësi për evazion ka, për shkak të shikon, unë nuk po them të zhduket evazioni, sepse në kushtet në cilat ndodhemi ne në kushtet në cilat ndodhemi. Atëherë, insistoj që të shikohet tabloja plot. Po flasim për ulje të pjesshme të taksave për biznesin, por ambienti, kostos suplementare, karburant, tatim ose temi tarifat për metër katror të këtyre janë duke rritur. Taksa ndërtesave. Të lutem. Nuk dyfishohet taksa e banesave për ata që kanë më shumë se sa një shtëpi banimi. Edhe taksa biznes. Sipas vendodhjes, sipas kushteve të tjera. Jo mos i marrim a priori gjërat sepse janë klasifikuara. Atëherë kur flasim unë duhet të them zeza e bardha e bardhë. Atje ku ka për biznese të vegjël, flasim për ata biznese që zhvillohen, po të shikojmë në ambiente urban, të cilat janë ato tarifa që flasim. Nuk do futem në linjën e shifrave thash, sepse linja e shifrave për ty është zyrtare, për mua nuk është zyrtare. Unë nuk e kam gjetur të zyrtarizuar. Por, çdo ndodhi me një biznes
Le të themi të barim një biznes nga fusha e bujqësisë, një mullik gruri, i cili blon grurin, një biznes që i kalon atë kufirin e të qenurit i mesëm, dhe që duhet paguaj tatimin e lartë. Ai shumë thjesht do të hapi 2 kompani, një për grur dhe një për hime. Një për miell. Pse? Sepse ta lejon legjislacioni shqiptar që ti mund të hapësh 3, 4, 5, 20 biznese. Mund të hapësh, dhe ai do të një vendodhje të lutem. Po dhe me një vendodhje. Po jo me një vendodhje sepse kemi ligjin e shoqërive tregtare që nuk ta pranon kush atë. Po të lutem, me një vendodhje nuk mund të hapësh 4 biznese. Atëherë, nuk është ndonjë problem tani, ne po flasim se si do ta zhvillojmë tregun informal. Atëherë le të flasim edhe për këtë, se si mund të zhvillohet. Në adresën e shtëpisë ai vë himen dhe në adresën e mullirit vë miellin. Dhe ja uzoni me 2 biznese. Nuk mund të kryej sepse me një krahasim tjetër sepse më fal, jo me mielën me grure me hime sepse po ta banalizoj bisedën sepse po dalim, ne po flasim për shifra, kur shifrat nuk janë zyrtare. Atë ne po për paketën fiskale janë shifra zyrtare. Hamë një mendim të më fal. Të lutem, duke e përmbyllur. Për copëzimin e bizneseve ka qenë një eksperiencë më përparshme. Dhe nuk ka ndonjë motiv shumë të fortë për ta mbajtur të ngurtë që nuk do ndodhi. Biznesi mund të ketë selin qendrore, por mund të operojë. Disa biznese mund të operojnë në të njëjtën adresë, por selit e tyre janë të ndara. Ti mund të kesh një shoqëri të lutem. Jo, atëherë ajo është një shoqëri me shumë filiale. Atëherë të marr një shembull, të thjesht, jo, nuk është ashtu. Ke QTU-n, futur në QTU, marrë një biznes dhe atje ke 20 dyqane, secili ka prijesinë e tij tatimore. Por ama vendin e ushtrimit të biznesit mund ta ketë aty. Atëherë, QTU-ja funksionon si QTU, si qendër tregtare, që e ka emrin, është dikush që vjel ca qera nga ato ambientet që të tjerë kanë hapur një biznes. Pra, e ushtron biznesin, ai që sheh bashkët. Për shembull, ai i Neptunit nuk ka të njëjtën plan vendosje si ai Euromaxit. Edhe kanë 2 emra të ndryshëm, kanë 2 nipte të ndryshëm. Kanë 2 lloje aktivitete të ndryshme. E njëjta adresë, por ka 2 planë. Tash bisedën se po e përqendrojnë konfuzion i ri. Nuk është çështja që si ti gjejmë rrugë për të shmarrë. Shumë saktë. Ne duhet të themi ajo ku ju përqendruat. Biznesi për të formalizuar. Qofse themi jemi në shifra zyrtare 40% që diskutuam që nuk e di është apo qendron, por fakti është në Shqipëri biznesi informal është resursi më i madh për të formalizuar dhe për të futur të ardhura në buxhetin e shtetit në favor të gjithë shoqërisë. Vetëm pak veprim bëri autoriteti kombëtar i ushqimit në qendrën urbane të Fierit dhe bëri të mundur që disa nga bizneset që nuk pagunin asgjë të futen në një qendër tregtare që quhet ish tregu i fshatit. Kështu duhet veprojnë në të gjitha njësitë administrative, në të gjitha komunat dhe në të gjitha bashkitë, që kushdo që ushtron një veprimtari të mund të paktën të merret qiraja e vendit ku ai ushtron aktivitetin. Kjo do të jetë një nga rezervat. Pastaj plus rezervat e tjera. Formalizimi i biznesit duhet të jetë qëllimi kryesor i të gjithë administratës shtetit. Nuk po asnjë përmbjelljen e taksës. Shumë bizneset mëdha kanë në shumë të konsiderueshme parat për t'ia dhënë shtetit. Si do t'i vjeli shteti këto të taksë? Taksën e kuj? Është infrastruktura e nevojshme për të... Absolutisht taksën progresive, taksën që aplikohet për bizneset. Absolutisht që po. Është infrastruktura, por unë këmgur ligjet janë infrastruktura elektronike, informatike është ngritur, por unë vë një pikë pyetje të madhe të gjitha strukturat tatimore të cilat shteti ka për detyrë duhet i mbrojë, duhet i japi statusin këtyre punojësve që këta mos punojnë me frikën në zemër, por ama në ato vende pune duhet të çojë specialistët më të aftë, sepse vetëm një specialist i mirë fillt është në gjendje ose do krijoj këto mundësi për vjeljen e taksës progresive. Ata do qëndrojnë te specialisti në mbyllje se edhe koha po shtrëngon, por ky specialist i mirë që ne do ta thithim, do ta marrim, do t'i themi na bësh atë punë atje, mos harro se këtë po e shtrëngojmë çik me taksa. Dhe apo i krijojmë ne tregut të fuqisë punëtore kushte optimale për të vepruar? Jo. Ne po nëse deri sot ne kemi bërë thirrje për afrimin e personave që janë në emigrim trurit, të themi të shoqërisë, dhe ai mund të gjente një ambient të mirë, nëse ai do kalojë se gjeti 80% që se gjeti.
Nuk e gjeti, dhe do ta gjeti tek 23%, sepse ai që vjen dhe që ka resurse potenciale të brendshme, ai kërkon të paguhet. Kështu funksionon kapitalizmi. Dhe do të jemi tek informaliteti. Informaliteti nuk lind, i krijon kushte. Informaliteti. Ne favorizon sistemi taksimit nuk i krijonte aq kushte për të bërë lëvizje kaotike. O Ilir, unë do të mendoja që ne ta konstruojmë me pak fjalë, ta konceptonim më drejt. Qëndrimi i politikës, me fjalë strukturës politike të vendit, i një deputeti që ka marrë një përgjegjësi të madhe, po ta kuptoj në mënyrë të drejtë. Qëndrimi në specialistë për mua është thembra e akilit. Jo vetëm tatime në taksa, që është e padiskutueshme, por gjithë administratë e shtetit. Nëse ti je parë alternativës që do heq një specialist dhe do çojë një tjetër, duhet të shikosh vërtet që e ke bërë mirë të punë, ai është fuqia e lëvizjes së shoqërisë. Dhe që të zgjidhet mirë kjo punë është nëse ditën e shtunë, me fal para disa ditësh, në qarkun tonë u mbajt një bashkëbisedim midis biznesit dhe një grupi deputetësh të Parlamentit Shqiptar, kjo duhet bëhet të vazhdi, që ne të arrijmë që të shtrojmë problemet për zgjidhje në të gjitha fushat e zhvillimit të vendit. Qoftë paketës fiskale, të ndryshimit të saj të mundshëm, nëse diku nuk shkon mirë ose dikush shkon mirë dhe ta thesi përpara. Tani një minutë më fal. Tani se ne po diskutojmë tani shumë gjatë me këto. Mos e procesim gjatë, unë mendoj. Desha bëni pyetja e fundit se koha limite përcaktuar ka kaluar, po kjo do një diskutim gjatë dhe shumë profesional. Rritja e çmimit të karburantit. Këtë do thosha. Dhe të ilaçeve. Tani çfarë përfiton? Kush përfiton? Nga kë paket fiskale përfiton biznesi? Edhe sa përfiton? Nga rritja e karburantit. Kjo është në qëllimi që të diskutojmë tani se ato shifra që janë miratuar paketë ato. Nëse rritet karburanti në të gjitha çmimet, fiton biznesi, fiton individi, ato fiton. Kush fiton? Unë them një problem i rëndësishëm është edhe rritja e taksës qarkullimit. Dyfishe, nga 7 lekë, 17 lekë, 10 lekë për litër, që kjo është rëndon në kostën e jetesës. Ose taksa e mirëqenies. Taksa e mirëqenies. Po, e mirëqenies. Kjo është sepse ne themi që nga të ardhur, nga tatimi të ardhur përfitoj ky grup. Po ky grup ka edhe këtë kosto. Atëherë, zoti Vasfi. Qa? Ka edhe, më falë, ta marojmë. Ta marojmë. Ka edhe këtë kosto. Ku e shko kjo kosto? Atere, marim një familje, ka një makinë, sa argjon për biznesën e makinë, që shërben, sa litra, në ditë, në muaj, në vit. Edhe po t'i shtoqe këto shpenzime të rritjes karburantit, edhe ato dalë biznesi rëndoja. Do t'jap një të dhanë. Biznesi apo familja? Edhe familje. Biznesi apo familja? Edhe basni, edhe biznesi. Përvoja edhe biznesi. Që gjithçka rëndon mbi konsumatorin përfundimtar. Qartë. Dakor? Në këtë moment të kalojmë te taksa e qarkullimit dhe taksa e karburantit. Rritet shpenzimit. Shikojmë të lutem. E qarkullimit të lutem. Shikojmë një kaos total në Fier, ku mbi 50% e makinave kanë targa falso, që këtu duhet punoj fuqishëm drejtoria e policisë qarkull. Kanë targa falso. 50% e tyre makinave qarkullojnë, harxojnë karburant, të lutem, pa paguar taksa. Të bjem qaf ty që i dhe rregull, të bjem qaf mua, i lirit dhe tjetrit. Ate unë, përse duhet të vuaj nga i që nuk paguan taksa, ose s'ka fuqi të paguaj taksa. Këto makina duhet dalin nga qarkullimi dhe unë jam me këtë që taksa bën diferencimin e shoqërisë. Mos të vinë vërdalë ndosin ambientin ato makina, të cilat duhet kishin dalë me konga qarkullimi. Dhe ata individ që qarkullojnë, ndoshta duke rënë qafty, apo mua apo tjetër e tjetër. Unë dhe ti që kemi një familje dhe nxjerrim ca të ardhura, ne lëvizim gjithmonë me makinat tona në mënyrë të kontrolluar. E çfarë shpëton ti faktikisht ju në rast të rritjes së çmimit të karburantit? Flasim për taksën e qarkullimit të inkorporuar në çmimin e gazoilit dhe të benzinës. Po pra, ajo po rritet. Dhe në qoftë se do flasim për të, sipas të dhënave që unë kam marrë në rrugë private tek drejtoria e automjeteve, bëhet fjalë për një rend të 10 deri në 15.000 kilometra të përshkuara nga një makinë autovetur në vit. Po. Dhe po ta përkthejmë këtë në çmim të gazoilit dhe të benzinës, ajo po rritet. Dhe në qoftë se do flasim për të, sipas të dhënave që unë kam marrë në rrugë private tek drejtoria e automjeteve, bëhet fjalë për një rend të 10 deri në 15.000 kilometra të përshkuara nga një makinë autovetur në vit.
Në litra karburant. Në litra karburant dhe në vlerë, unë nuk do t'i futem sepse thash janë hamendësime, unë nuk e njoh, nëse unë nuk kam një flet zyrtare, nuk mund të flas. Por bëhet fjalë për shumë lekë të cilët dëmtohet familja shqiptare. Ajo që ne themi që dëmtohet buxheti familjar. I kursen se ti po dëmtohet biznesi. Të tatimin mbi të ardhurat, ja merr dy fish në anën tjetër. Konkluzioni, nuk mbyllën një ekuacion nëse nuk duhet të shikojmë gjërat bardhëzi. Gjëra duhet të shikojmë realitetin siç është. Po, dhe për të realiteti është person të rregull. Realiteti është ky, lutem. Ka shumë mjete ose ka shumë individ ose po e them shkurt fare ka më shumë makina në firë sot se sa njerëz, të lutem. Dhe çfarë tregon kjo? Kjo tregon zhvillim. Tregon zhvillim kjo. Mos do t'i kthesh njerëzit me bicikleta, ne nuk jemi në Kinë, jemi në Shqipëri. Absolutisht. Të lutem. Kjo nuk e zgjidh problemin. Po nuk është standardi kur ta ligjë Ne flasim për impaktin që ka rritja e çmimit në jetën e në këtë diskutim. Si ato cigareve të por këtu cigaret është një mendim mund të nxjerrim nga makina nuk është shmia dietese. Hyrja e makinave duhet të ketë nga momenti 2014 duti një vit kufi. Me fjalë mos ketë më makina që të futen të vitit 80. Mund të futen makina 2000 këtej, 2000 përpara të mos lejohet futja atyre ose të ketë një taks shumë të lartë mbi to. Kjo do të ishte një nga rrugët e zgjidhjes. Po ne po flasim për koston. Kjo është tjetër. Ne po flasim për kostos, po flasim për rrugën e hyrjes. Ne po flasim. Ora të familjes, nga konsumi i karburantit, rritën apo ulën? Sigurisht. Kaq. Sigurisht. Po atëre influencon, në ulën weekend. Të biznesit. Të lutem. Ai që të biznesit. Ka makina biznesi, ka 3-4 makina. Ka 3-4 makina. Shumë zori karburantit, këto harxhimin e konsumit e për tjera nuk ka të gjikon. Sistemi financiar është përmendur shumë që këto kredite këqija. Influencon negativisht apo pozitivisht? Kredite këqija në vetvete. Nuk po futen te biznesi, po futen direkt tek individi. Individi që ka marrë një kredi dhe që ka bërë një planifikim, do marr kaq rrogë, do lë kaq tatim, tani vjet para ca kushteve të reja, kur siç edhe u diskutua gjerë, impakti i kostave shtesë është shumë herë më i madh se sa ajo ulja e tatimit. Edhe taksës. Ajo kredia që është marrë në bankë, të lutem. Ajo kredia që është marrë në bankë, nëse ka patur një pikë pyetje, do ketë dy tani. Dhe sistemi bankar e rrezikon shumë. Prandaj dhe bëhet këshillimi me publikun. Këshillimi me publikun nuk ishte ato që folën në fillim të emisionit, jo afati, jo mënyra sjelljes, të tëra këto. Për çfarë i kanë hedhur ata burrat e mençur në kushtetutë? Sa të kushtetutë se kemi bërë vetëm ne, po kemi pasur sa suport mbrapa. Ata për çfarë kanë bërë? Që mos të bëjnë këto gabime zinxhir. Këto gabime zinxhir na mbajnë një lak të varur aty në fund, që rrëzoj sistemin dhe çojnë shtetin në kolaps. Absolutisht. Unë ju falenderoj gjithëve që ishin studentë të Universitetit Apollon dhe për profesionalizmin që solën nëpërmjet diskutimit të çështjeve të projekt buxhetit vitit 2014 dhe paketës fiskale. Nderuar shikues të televizionit Apollon, këtu emisioni Ballafaqim ka përfunduar. Me gjithë kohëzgjatjen e tij ne diskutuam për shumë çështje të rëndësishme të cilat ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe komunitetit shqiptar. Unë ju falenderoj që na ndoqët natën e mirë dhe mirupafshim.